shkojmë pak të pa ekspozuarit, ku Ylli Rakipi nuk kacarohet me regjin kësaj radhe, po me atë gazetare në terren që ka dërguar. Dhe objektivi ynë, do të them të drejtën, deri tani ka marrë informacion. Ka një sherë te Parku Olimpik për ndarjen e votës greke. A mund ta ndërpresim 3-4 minuta bashkë dhe kalojmë menjëherë? Të lutem. Sa që ka një sherë. Patjetër. Po fletë ja, po s'ka gjë. Sherri është më i rëndësishëm. Regjia, më ndihmon me Parkun Olimpik, të lutem. Jebi regjia. Gati ishte Oliverda? Më ndihmon. Ishte gati, po. A më ndihmoni menjëherë? Hama. Ku është sherri më vlla? Vazhdojmë atëre, vazhdojmë me ndihmoni. Domethënë atë, ju më thatë që Oliverda është gati. Më shkruajtë disa herë. Tani, a mundet kalojmë aty ajo? Të Parku Olimpik, bëjni një shenjë vajzës dhe të kalojmë me njerë. Fal, Ore, më duket se regjia pas ka faj, prapa po. Fal, cili i roje. Ja vëve. Antonio. Po. A i tha? Antonio dhe A i ka faj. Gati ajo, se ndoshta s'jam... Jo gati ajo, mërë zotëri, ajo për atë punë është atje. Po qa është për të nërma malat? Pse është gati? Po që do bëhet gati? Do niset nuse? S'ka ardhë paja, apo sasë. Të marrësh një konfirmim para se të shpallën. Po, pra? Po e mori a i po? Apo jo? Jo. Ylli, mund ta përfundojmë bashkë? Po, përfundojmë. Pas e vazhdojnë dhe dhe shërë. Tamam. Po duhesh ai sherri o burse. U bo vrejrë Rakipi. Atër objektivi ynë, Ylli më dëgjoni? Po vazhdoj të gjë. Është pa diskutim, objektivi ynë është që të fitojmë kryeqytetin. Po, të fitoni. E fitua, do më thëmë. Qa do e fitoni? 6 orët e fundit, sa në konflikt, sa në komisariat, sa duke bërë. Mirë. Do Belinadis.